ata bëjnë përsëri një gabim tjetër, qëndrimi për shembull zbathur në çimento. Është e gabuar? Edhe kjo është e gabuar, sepse kjo duket sikur na qetëson, duket sikur na ul temperaturën, por le të mos harrojmë atë fjalën e gjarprit që i tha gurit, mos e hidh njeriu poshtë se unë i tha do ta dëmtoj pak e nga pak, pra guri i tha gjarprit, rriti mos dil që ta pickosh njeriu se smulet më mbi vete. Se unë i tha dëmtoj nga një çik, pa e kuptuar fare. Pra, edhe të njëjtën gjë do të na bëjë edhe pllaka. Ashtu siç bën ai guri kur ulemi për shembull në gur, që na dëmton, na vret për shembull si thua, edhe prostatën, edhe na jep çik të ftohtë e kështu. Është ajo ndjesia që është pak më e freskët pllaka, çimentoja dhe këta persona e në këtë mënyrë ne sikur i bëjmë qejfin smundjes. Ashtu. Dhe sikur themi po, këtu e gjej rehatin unë qetësinë, po kjo është e gabuar.